ishin të zhytur në kamat. E kamatazita diçka thojnë, po du të më nxjerr paratë mia. Ju kum dhënë njerëz e pare. Çështu thojnë ata. E Allahu çka tha, si zgjidhet kjo punë? Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Tha o ju të cilët keni besuar, si ti tutni Allahut edhe jeni besimtar, lënë në vend kamatën. Në vend, minjar shloja. Fa in lam taf'alu, e si t'ja umore menja mës me elan, fa edhenu bi harbin min Allahi wa Rasuli. Atëherë dine se i keni shpall Allahi dhe pejgamberi luft. Tha Abdullah ibn Abbasi, Allah ja jep kamataxhijes shpatën ditën e Kiametit. Edhe i thot bojrom, Allahu xhelle xhela jep kamataxhijes shpatën, se ati ja ka marrë menja në këtë dunja, mi luftu njerëzit, mi shkel njerëzit. Allah i thot merr shpatën, hajde. Ama me kanë, me Rabbul Izze, me Zotin e Arshit. Me Zotin e Arshit ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, atë ditë mendjem 10 i ringjall Allahin në formatin e bubrecit, dvogli sa bubreci, i shkelin njerëzit, njerëzit i shkelin ata.